Kurani është libri i Allahut. Ajetet e shumta të Kuranit na bëjnë me dije se ai është libri i Allahut të lartë madhëruar. Në fillim të surës Bekare, e cila është surja e dytë e Kuranit Kerim, thuhet: Elif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif Lam Mim, ky libër në të cilin nuk ka dyshim, është udhëzim për të devotshmit. Çdo mend se ky është libër i Allahut dedikuar njerëzimit. Fjalët e tij Kuranit janë fjalë autentike të Allahut xhaleshanuhu. Janë fjalë të drejta, të cilat nuk mund të zëvendësohen, nuk mund të gjenden të ngjashme me to, lidhur me këtë i lartë madhruari thot: Fjalët e Zotit tënd plotësohen me sinqeritet dhe drejtësi. Nuk i ndryshon dot kush fjalët e tij, ai dëgjon dhe di shumë. Surja e Nam 115 ajete. Këto janë fjalë të vërteta në të cilat as pak nuk dyshohet. Të vërtetën e flet Allahu kur pohon se nuk mund të ketë fjalë më të vërteta se fjalët e tij. Fjalët e kujt janë më të vërteta se të Allahut? Nisa 87. Fjalët e Allahut janë wahi, shpallje, revelat. Ajo nuk është tjetër vetëm se shpallje që shpallet. Surja Nejm, ajeti i 4 me radhë. Allahu xhaleshanuhu i shpalli Muhamedit alayhis salam, siç u shpalli edhe pejgamberëve të tjerë para tij. Nuk ka patur asnjë resul i dërguar i Zotit e të mos i ketë ardhur shpallje. Ne ty të japim inspirim siç i kemi dhënë inspirim Nuhit dhe pejgamberëve pas tij. E i kemi shpallur Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve të tij, Isait, Ejubit dhe Yunusit, edhe Harunit, edhe Sulejmanit, kurse Davudit ja dham Zeburin. Kuran, surja Nisa 163. Edhe pse fjala Kuran është nga gjuha arabe, ajo nuk është përmendur kur më parë, e as që është quajtur me këtë emër diç pas tij, pa marrë parasysh se është paskarjorja e foljes orae. Arabët asnjëherë leximet e tyre nuk i kanë quajtur Kur'an. Sa pretendojnë se është derivuar nga folja karene, që do të thotë të krahasosh diçka me diçka tjetër. Sa herë kanë krahasuar arabët, por asnjëherë nuk e kanë përdorur paskarjoren Kur'an. Suret, ajetet dhe shkronjat janë të afërta mes veti. Arabët sa herë kanë afruar diç, por atë që e kanë afruar mes veti nuk e kanë emërtuar me fjalën Kur'an. Allahu e ka ruajtur këtë emër që të jetë emri i librit të fundit të reveluar për gjithë njerëzimin dhe na ka urdhëruar ta lexojmë dhe të veprojmë sipas tij. Kurani shpeshherë emërohet dhe si kitab, libër, si dhe Furkan, dalluesi së vërtetës nga e kota. Besimin, pra që bën dallimin të vërtetës nga e pavërteta, besimin nga kufri, mosbesimi, bën dallimin e smundjes prej ilaçit të shërimit. Allahu xhaleshanu qoftë i lartësuar, thot, qoftë i lartësuar ai i cili i shpalli robët e vet Furkanin, që të jetë qërtim vrejtje për botët. Surja Furkan, ajeti 1. Allahu xhaleshanu këtë libër e quajti dhe dhikr, përkujtues. Ai është shërtim dhe përkujtim për popullin tënd. Zuhruf 44. Fjala dhikr ka dhe domethënien e sqarimi i obligimeve ndaj Zotit, gjithsesi dispozitave të shariatit lidhje me këtë Zoti thot: ndërsa ty ta shpallëm dhikrin Kur'anin, tu asqarosh njerëzve atë që u shpallet, mbasi edhe ata do të mendojnë. Surja Nahl 44. Allahu xhaleshanu Kur'anin e ka emëruar edhe me emrin Nur, dritë, sepse ai është udhëzues ka rruga e shpëtimit, ka rruga e drejtë. Prandaj besoni Allahut dhe pejgamberit dhe në dritën që e kemi zbritur. Allahu është i informuar se çka bëni. Tegabun 8. I lartë madhruari Kur'anin e ka quajtur edhe Bejine, që do të thotë shpjegim, sepse në të ka shpjegime të shumta. Ose të mos thuni, si kulibit na shpallën neve, më mirë se ata do ta mbanin rrugën e drejtë. Edhe juve u pat ardhur sqarimi nga Zoti juaj dhe udhëzim e mëshirë. Kjo është sqarim për të njerëzit dhe urdhërfim e këshill për të devotshmit. Po ashtu, një ndër emrat tjerë të Kuranit është Burhan, argument, sepse në të ka argumente bindëse. O ju njerëz, tani më ju ka ardhur argumentin nga Zoti juaj dhe ne ju kemi zbritur dritë të qartë. Surja Nisa 174. Allahu e ka emëruar edhe në emrin Sidq, e vërtetë e pamohueshme, e vërtetë në cilën nuk dyshohet. Kurse ai që sjell të vërtetën dhe ai i cili vërteton, ata janë gjithsesi të ruajtur. Zumar 33. Kurani është hak e vërtetë absolute. Allahu që s'ka tjetër përveç tij, juve do t'ju të vojë në ditën e Kiametit, për të nuk ka dyshim fare. Fjalët e kujt janë me të vërteta se të Allahut. Nisa 87. Kurani është ilaç për zemrat e njerëzve. Ju ka ardhur këshilla nga Zoti juaj dhe një ilaç për zemrat e juaja. Surja Yunus 82. Thuaj është për besimtarët udhëzim dhe ilaç, shërim. Fusilet 44. Këto tekste kuranore na porosisin që të jemi të bindur se Kurani është ilaç dhe se prej tij duhet të kërkojmë shërim. Këtë duhet t'ua bëjmë me dije edhe të tjerëve, duke i studiuar me seriozitet ajetet e Kuranit, hasim në emra dhe cilësitë të cilat na japin të kuptojmë se Kurani është shërim, udhëzim dhe elhamdulillah
lumaj njëri që e lexon dhe e praktikon dhe vepron në jetën e tij të përditshme.